Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vaj ulliri me krip, receta që po e çmend të gjithë dhe nuk ngeli njëri pa e provuar. Vaj ullirit është një eliksir shumë i rëndësishëm për shëndetin e njeriut. Përveç përdorimit në kuzhinë për pasurimin e gatimeve të ndryshme apo vlerave të jashtëzakonshme për organizmin, vaji i ullirit është një aleat i lëkurës dhe paraqitjes së jashtme të njeriut. Gratë e zonës së mesdheut e kanë përdorur vajin e ullirit për të pastruar dhe për të ushqyer lëkurën tuaj prej mijëra vitesh. Gjithashtu, një nga perëndeshat e bukurisë që e përdor vajin e ullirit për lëkurën e fytyrës çdo ditë është edhe aktoria Sofia. Në këtë video, ju do të mësoni më shumë për mënyrat se si mund të shfrytëzoni të mirat e vajit të ullirit për shëndetin e lëkurës. Vaji i ullirit me krip për pastrimin e lëkurës. Vaji i ullirit e zbut dhe ushqen lëkurën tuaj në mënyrë natyrale. Ai është veçanërisht i rekomandueshëm për lëkurat e thata. Për një solucion pastrues të mirë, ju duhet që të përzini gjysmë filxhani çaj me vaj ulliri me një lugë gjelle me krip deti të bluar imët. Këtë solucion mund ta përdorni jo vetëm në fytyrë, por në fakt në të gjithë trupin. Për një aplikim më ushqyes, përzdjeni një çerek filxhani me sheqer, një lugë gjelle me lëng aloe vera dhe vaj ulliri. Përzdjeni mirë dhe pastën, vendoseni në lëkurë, fërkojeni mirë dhe më pas shpëlajini atë me ujë të bollshëm. Mask me vaj ulliri. Një nga maskat më të mira për fytyrën është pikërisht ajo me mjalt, vezë dhe vaj ulliri. Përzdini një lugë çaj me vaj ulliri me një lugë çaj me mjalt dhe gjithashtu të verdhën e një veze. Maskën vendoseni në fytyrë dhe në qafë. Mbajini për plot 15 minuta dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Ushqyerje për lëkurën. Vaji i ullirit mund të përdoret edhe për të ushqyer lëkurën e thatë. Mjafton që ta lyeni lëkurën me pak vaj të tretur në pak ujë dhe më pas vendoseni atë në fytyrë. Vaji i ullirit gjithashtu është i pasur me antioksidantë të cilët do të stimulojnë prodhimin e kolagjenit. Krem nate me vaj ulliri. Përzdini gjysmë filxhani me vaj ulliri me të njëjtën sasi ujë dhe uthull molle. Kremin mbajini gjatë gjithë natës. Ky krem do të zbusë lëkurën dhe do t'i jap asaj shkëlqim dhe kështu do të zgjidhë të gjitha problemet me njollat. Vaji i ullirit si një tonik. Vaji i ullirit ka një përmbajtje të lartë të vitaminës E dhe gjithashtu aplikimi i tij në lëkurë konsiderohet gjithashtu si një nga tonikët më efikas kundër plakjes. Aktoria e famshme Sofia konsumon të paktën 2 lugë gjelle me vaj ulliri në ditë. Sipas saj, vaji i ullirit është një nga sekretet e paraqitjes së saj fantastike. Edhe pse vaji i ullirit zë një vend tepër të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt pirja e tij do t'ju lejojë ju që të merrni përfitimin maksimal. Njihet për efektet pozitive në zemër, por mrekullitë që bën në trup shkojnë përtej kësaj. Sipas Brightside, ju duhet të konsumoni çdo mëngjes një lugë me vaj ulliri për këto arsye. Shndërron lëkurën tuaj. Sipas ekspertëve, vaji i ullirit është një përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike. Ai redukton skuqjen dhe gjithashtu ëndjen dhe mundet që të ngadalsojë edhe shfaqjen e rrudhave. Vaji i ullirit ka fuqi antibakteriale dhe gjithashtu shërben si një dezinfektues natyral. Ndikon në humbjen e peshës.
Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare e cila është e pasur me vaj ulliri ka një efekt pozitiv në trupin tuaj. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provoi se konsumimi i vajit të ullirit i ndihmoi ata që të humbisnin në peshë. Është i mirë për trurin. Konsumimi i rregullt i vajit të ullirit heq të gjitha grumbullimet e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka munden të shkaktojnë sëmundjen Alzheimer, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit të cilët pinë rregullisht vaj ulliri kanë një memorie më të mirë se ata të cilët mbajnë një dietë me pak yndyrë. Përmirëson shëndetin e kockave. Vaji i ullirit ndihmon njerëzit të cilët vuajnë nga artriti reumatoid. Kjo gjithashtu funksionon më mirë kur kombinohet me vajin e peshkut. Gjithashtu, sipas ekspertëve, duhet të keni parasysh se vaji i peshkut është një burim i pasur i acideve yndyrore omega 3 dhe përbërjet të cilat të gjenden në vajin e ullirit të pastër përmirësojnë dhimbjen e kyçeve dhe ngurtësinë e mëngjesit, të cilat shkaktohen nga artriti, zvogëlon inflamacionin. Gjithashtu, pasurimi i dietës tuaj me vaj ulliri dhe ushqime të tjera, të cilat janë të pasura me omega 3, zvogëlon inflamacionin në trup. Nga ana tjetër mundet të ndihmojë edhe në parandalimin ose në shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës të cilat janë të shkaktuara nga inflamacioni. Përmirëson shëndetin e zorrëve. Disa lloje bakteriesh të cilat jetojnë në stomak munden që të shkaktojnë edhe ulcer. Vaji i ullirit është provuar se lufton të gjitha bakteret dëmtuese prej të cilave janë rezistente ndaj antibiotikëve. Vetëm 30 gram vaj ulliri të pastër në ditë mundet që të shkatërrojë bakteret e dëmshme në më pak se 14 ditë. Kontrollon nivelin e sheqerit në gjak. Ndërkohë, vaji i ullirit mundet që të jetë sekreti për uljen e glukozës në gjak. Ai e mbron trupin nga diabeti tipi 2 dhe madje mund të zvogëlojë edhe rrezikun e tij me të paktën 40%. Gjithashtu, vaji i ullirit ka efekte të jashtëzakonshme për shëndetin, pasi përfitimet që ai sjell në trupin ton janë të jashtëzakonshme. Sëmundjen e dementjas, vaji i ullirit arrin që ta parandalojë. Një nga shkaktarët e sëmundjes së Alzheimerit është rritja e akumulimit të aminoacideve në tru. Një grup ekspertësh në Universitetin e Louisianës kanë zbuluar se një përbërje fenolike e quajtur oleokantal, e cila gjendet tek vaji i ullirit, ka fuqinë të kontrollojë nivelin e këtyre aminoacideve dhe t'i spastrojë ato. Parandalon sëmundjet e këqija. Vaji i ullirit është i mirë në luftën e këtyre sëmundjeve. Ai është testuar në sëmundjet e stomakut dhe të gjirit dhe ai është i pasur me acid oleik që parandalon formimin e qelizave të këqija. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.